Shumë shkurtimisht në mënyrë që më mujt me pa edhe paka shumë metodologjinë që është përdor, që normalisht ndikojnë edhe me danat që janë marrë dhe kredibilitetin e gjithë këtij hulumtimi. Është bazuar në një qasje të kombinuar, pra ka integruar burime të ndryshme të danave, siç janë analiza e legjislacionit ekzistues, dokumenteve strategjike, statistikave administrative, dhënave direkte nga institucionet publike që nënkupton ka pas edhe takime direkte në formën e intervistës me aktor institucional, anketë po ashtu me punëtorë të sektorit privat, po ashtu triangulim dhe validim të gjetjeve. Po filloj pa humbur shumë kohë me një ndër gjetjet e para kryesore të raportit që ka të bëjë me zbatimin e drejtave të punës dhe praktikat institucionale. Shkeljet është evidentuar që janë e drejtave të punës, pra janë sistemike, edhe të përqendruara në sektor specifik. Pavarësisht u tha edhe nga parafolësit, Kosova pra ka një kornizë ligjore relativisht të avancuar për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve, konsiderohet që zbatimi praktik mbetet i kufizuar për shkak dobësive institucionale, kapaciteteve të pamjaftueshme dhe koordinimit jo të plot ndër institucional. Shkeljet më të shpeshta që janë evidentuar kanë bëjnë me mos pagesë të orëve shtesë, vazhdojmë të kemi mungesë të kontratave të punës, mos respektim të pushimeve e po ashtu mos respektim të pagës minimale. Sektorët më të prekur vazhdojnë të jenë ndërtimtaria, gastronomia, sigurimi fizik dhe pastrimi e mirëmbajtja, pa që hyjnë në kuadër të sektorëve mbështetës. Kur themi që kapacitetet institucionale nuk janë në përpjesëtim me sfidat e tregut punës, veç se u tha dhe për përpjekjet që aktualisht po bëhen për me shtu, dëgjova paraprakisht edhe për pjesën e inspektoratit punës, thirrjes që është bërë për angazhimin e inspektorëve shtesë kështu me radhë. Mirë po kemi të bëjmë edhe me disa elemente tjera, për shembull të pjesa e inspektoratit punës, që vazhdon të përdorë çështje të bazuar në risk. Numri i kufizuar inspektorëve, edhe mbulueshmëria apo monitorimi sistematik i sektorëve me risk të lartë. Në raportimi po ashtu mbetet një nga pengesat kryesore, kjo për arsye të ndryshme, ku mund të veni këtu frika nga humbja në vendin e punës, mungesa besimit institucione, si rezultati mos veprimit ndoshta, shumicën e rasteve, apo edhe varësia ekonomike nga punëdhënësit. Bashkëpunimi institucional ekziston, mirë po nuk është ende i integruar ose më saktë është duke funksionuar në një mënyrë shumë të fragmentuar. Ekzistojnë inspektime të përbashkëta që është praktike mirë edhe premtuese, mirë po ka dhe bashkëpunim, mirë po kjo duhet të avancohet më tutje. Punëtorët e sektorit privat vazhdojnë të kenë mbrojtje më të kufizuar edhe po tregojnë saktësisht se çka nënkuptojnë me këtë. Veç se u tha nga zoti Thaçi paraprakisht nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që domethënë pritet së shpejti meqense ligji veç është miratuar për gjykatën administrative, i cili shërben si një mekanizëm i specializuar që në mesin e trajtimeve kyçe që i ka dhe kontestet e punës që ka është me rëndësi të theksohet në këtë drejtim është sektori publik. Pra, trajtim më i specializuar, më i shpejt dhe më efektiv tentohet ose aspirohet të jetë me këtë gjykatë administrative për sektorin publik. Çka nënkupton kjo që sektori privat vazhdon të jetë pjesë e lëndëve, numrit të madh të lëndëve që nuk janë vetëm të natyrës së kontesteve të punës, që trajtohen nga gjykatat themelore në Kosovë. Pra, trajtim i paspecializuar dhe më ngadalt. Pajtohem plotësisht me atë që u tha nga zoti Thaçi për pjesën e trajtimit me prioritet të kontesteve të punës, për shkak se kjo jo vetëm tash, po ka qenë qysh prej përcaktimit të ligjit për procedurë kontestimore, për shembull për rastet e lëndëve civile, ku hyjnë edhe kontestet e punës,
Mirë, praktika fatkeqësisht tregon një gjendje tjetër. Nga dhënat që janë marrë direkt nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, mesatarja zgjidhjes së kontesteve civile, pra në tërësi, jo vetëm ato të punës, mbetet rreth 700 ditë. Ndosë se ligji për procedurët kontesimore, po përsëris prap, kërkon trajtim urgjent të kontesteve të punës. Pra, mundeni me vrejtë që punëtorët e sektorit privat vazhdojnë më përballë me një mbrojtje institucionale më të ngadalt, edhe më pak të targetuar ndaj tyre. Për të vazhduar tutje me një gjetje po ashtu njësoj të rëndësishme, siç është strukturat e pagave dhe pabarazia në paga. Në këtë rast, sektori privat vazhdon të jetë strukturalisht më pak i paguar. Kjo është mbështetur edhe me dhënat që janë siguruar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, masaktësisht me publikimet e tyre që i bëjnë rreth statistikave në këtë drejtim. Më duhet me cek një disclaimer që në kuadër të ASK-s, pra dhënat të paktën gjatë kohës sa është kryer hulumtimi më të fundit janë referu anketës së fuqisë punëtore që i përket vitit 2024. Për shkak që të tjerat nuk kanë qenë të publikuara. Pabarazit ndërmjet sektorëve ekonomik janë shumë të theksuara, pagat janë të kompresuara, pra vazhdojnë me qenë pranë minimumit ligjor. Ekzistojnë mospërputhje ndërmjet pagës që deklarohet edhe të ardhurave reale, që nënkupton jo çdo gjë që shkruhet në kontratë edhe realisht pranohet nga punëtorët. Një pjesë e punëtorëve paguhen në minimumin ligjor, veç e thamë edhe më herët. Kontratat publike do ta shohim më detajisht së shpejti, prodhojnë një paradoks të pagave të ulta, edhe këtu fokusi është sidomos te sektori i shëndetësisë. Gratë vazhdojnë me qenë më të ekspozuar ndaj pagave të ulta në sektor të mbështetës. Pra fjala është për pastrimin dhe mirëmbajtjen që sekëm pak më herët. Raporti trajton një gamë të gjërë çështje që lidhen me marrëdhënien e punës, sfidat në zbatimin e legjislacionit dhe funksionimin e institucioneve përgjithëse. Brenda kësaj analize një pjesë referohet edhe rolit sistemit gjyqësor në shërtimin e kontesteve të punës, çështjet që lidhen drejt për drejt me përgjegjësitë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në administrimin e gjykatave. Për Këshillin, ofrimi i mbrojtjes gjyqësore efektive dhe vendimarrja brenda një afati të arsyeshëm nuk janë vetëm objektiva të administrimit gjyqësor. Në thelb, ato përmbajnë garanci themelore të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor, të garantuar me nienin 6 të Konventës për të drejtat e individit dhe nienin 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, ato janë ndër faktorët më të rëndësishëm për forcimin e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor. Në këtë drejtim, kontestet e punës janë një vend të veçantë për shkak të ndikimit të drejtë për drejtë që kanë në jetën dhe sigurinë ekonomike të qytetarëve. Legjislacioni në fuqi trajton ato si lëndë me prioritet, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka kushtuar vëmendje të vazhdueshme krijimit të kushteve që ky prioritet të reflektohet edhe në praktikën gjyqësore. Në funksion të realizimit të këtij objektivi, Këshilli ka miratuar planin strategjik për përmirësimin e çështjes në drejtësi për vitin 2026-2028. Në të cilën lëndët nga marrëdhëniet e punës gëzojnë prioritet të lartë. Për zbatimin e këtij plani, njëkohësisht KGK-ja ka themeluar tani me edhe Komisionin për monitorim, vlerësim dhe raportim lidhur me zbatimin e planit strategjik për përmirësimin e çështjes së drejtësisë për vitin 2026-2028, që është i përbërë nga 5 gjyqtarë të Gjykatës Supreme. Duhet theksuar se në kontekstin e reformave të fundit në sistemin gjyqësor, themelimi i gjykatës administrative ka krijuar një mekanizëm të specializuar për shërtimin e kontestave, që hyn në kompetencën e saj përfshirë edhe kontestet nga marrëdhëniet e punës, nëpërmjet personave fizik dhe organizacioneve publike. Në zbatim të mandatit të tij kushtetues dhe ligjor, Këshilli Gjyqësor ka ndërmarrë veprimet e nevojshme organizative dhe institucionale për funksionalizimin e kësaj gjykate që brenda afateve të përcaktuara ligjore, duke siguruar dhe kushtet e nevojshme për shërtimin e kompetencave të saj. Funksionalizimi i gjykatës administrative ka ndikuar në ndarjen e trajtimit të kontesteve sipas kompetencave të përcaktuara me ligj, duke mësuar që kontestet nga marrëdhëniet e punës në sektorin publik të shërtohen në kuadër të kësaj gjykate. Ndërsa kontestet nga marrëdhëniet e punës në sektorin privat vazhdojnë të trajtohen në departamentin e përgjithshëm, divisionit civil të gjykatave themelore së bashku me kategoritë e tjera të kontesteve.
Pikërisht në këtë aspekt, raporti evidenton se trajtimi i këtyre lëndëve në kuadër të vizionit civil, ku shqyrtohen edhe kategoritë e tjera të kontesteve, ndikon në ngarkesën e përgjithshme të këtij departamenti. Vëllimi i lëndëve, kompleksiteti procedural dhe faktorët e tjerë objektiv paraqisin elemente që ndikojnë në dinamikën e trajtimit të rasteve. Këshilli Gjyqësor vazhdon t'i kushtoj vëmendje këtyre çështjeve përmes masave organizative dhe dokumenteve strategjike me synim përmirësimin e efikasitetit, cilësisë së punës së gjykatave dhe qasjes në drejtësi. Po ashtu Këshilli Gjyqësor ka ndërmarrë dhe vazhdon të ndërmarrë masa për përmirësimin e administrimit të drejtësisë përmes monitorimit të performancës së gjykatave, fuqizimit të kapaciteteve gjyqësore dhe administrative, si dhe zbatimin e prioriteteve të përcaktuara me ligj dhe dokumenteve strategjike. Synimi im akoma mbetet përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve që gjykatat ofrojnë qytetarëve. Inspektoratit Qendror i Punës me mbështetjen e plotë të ministrit Hoti, të zëvendësministrit Dobruna dhe si strukturë aktuale që jemi, po përpisemi në fakti parandalojmë jo vetëm aksidentet me fatalitet, por edhe ato të cilat në ndodhin her pas herë në vendet e punës. Ne në përgjithësi po përballemi me një situatë që dihet më çarësisht ka mungesë të kapaciteteve të inspektorëve, për çfarë ne jemi në proces të rekrutimit, por mbi gjithë ajo çfarë kemi parë gjatë kësaj kohe është që aksidentet ndonjëherë ndodhin edhe në mungesë të qartësimit ose ndarjes së plotë të kompetencave të disa inspektoriateve që ekzistojnë në Republikën e Kosovës. Unë kam bërë një nismë në koordinim edhe me ministrin edhe me zëvendësministrin që Inspektorati Qendror i Punës ketë një bashkëpunim, koordinim më të thellë me disa inspektoriate komunale, sepse nuk mund të ofrohet, po flas konkretisht, një leje për një ndërtim ku aty mund krijohet një kaos dhe më pastaj pasojat i bart Inspektoratit Qendror të Punës e për pasojë kemi humbjen potenciale të jetës së qytetarëve tonë, sepse ky është çmimi më i shtrejtë që ne këto do t'i paguajmë. Unë nuk dua zgjatën shumë, po besoj që gjatë diskutimeve tona do t'i shpalosim edhe iniciativat konkrete të cilat i kemi bashkë me ministrin, zëvendësministrin dhe ne si Inspektorat Qendror i Punës. Edhe një herë kushtrim mund të falenderoj shumë, kem pas rastin e bashkëpunuar të kaluar dhe di që kjo organizatë ofron produkte të rëndësishme dhe as më tepër është transparent dhe i merr versionet edhe palëve të tjera për të nxjerrë më të mirën. Faleminderit shumë.